Përshëndetje miq. Në kohë të vështira, shumë martesa shkatrohen. Megjithatë, burri dhe gruaja në këtë histori zgjodhen të qëndrojnë të fortë dhe besnik ndaj përkushtimit të tyre. Kështu, ata u bekuan përtej çdo imagjinate. Ata qëndruan të fortë gjatë sprovës së dashurisë së tyre. Depërtimi dhe shpërblimi erdhi në momentin kur zemrat, mendjet dhe jetët e tyre u bën të lirë nga prangat. Nan. Oh, nan. Kleb është plagosur rënd. A i rrezikon të vdes. Jo i dashur, zot, jo. Mos ma merr djalin tim, Klebe. Po të lexoj telegramin që sapo më dërguan. Thot, bashorti juaj, koloneli 2 Patrick C. McCleary, mori plagë të rënda në 3 mars 1968 në afërsi të Quang Nam, të Republikës së Vietnamit, nga një granatë armike ndërsa patrullonte. Ai ka pësuar prerjen e krahut të majt dhe ka marrë plagë të tjera në trup. E dija që kjo do të ndodhte. Ai nuk ka vdekur akoma, nën, dhe lavdi Perëndis për këtë. Tani duhet lutemi më shumë se kurrë. Të shpallim lajmin e mirë përmes historive të vërteta. Ky është Të lirë nga prangat, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në Shqip nga Radio 7. Sot do të ndjekim pjesën e dytë të historisë së vërtetë të Klebe dhe Deana McCleary në serinë Të lirë nga prangat. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Unë u rrita në Florencë, në Karolinën e Jugut, me 2 motra dhe 1 vëlla. Më në fund kishim gjithçka që dëshironim. Babai zotronte një qendër mjekësore dhe një farmaci që plotësonte të gjitha kërkesat e kohës në mënyrë që bota t'i admironte fëmijët e tij. Por babai kishte një problem. Ai ishte një alkolist, gjë që e bënte të padurueshme jetesën tonë në shtëpi. Babai pas ka pirë përsëri. Kush e vendosi këtë gotën këtu? Ha? Cili nga ju ishte aq budalla sa ta vendoste gotën këtu? Po që të thyet, pse? Pse këtu? Qetëso zëmër, isha unë që e lash gotën aty. Ti gjithmonë i mbron. Ti po i kthen ata në një tufë gërsirash, ha? Bëjnë mirë, ti bëjnë të gjitha gjërat mirë. Se për ndryshe... Vrapo, përpara se të na shoh. Futu në dhomën tënde dhe mbyllë derën. Ata duhet të mësojnë të ecin vetë në jetë dhe të paguajnë për gabimet e tyre. Nuk dua të kem pula në këtë shtëpi. Oh, Perëndi, bëje të ndaloj. E urrej kaq shumë. Bëj që të ik. Pse lë të jetoj, Zot? Pse nuk e lë të vdes që edhe ne të jemi më në fund të lumtur? Netëve babai qëndronte zgjuar, duke u shfryrë dhe duke mallkuar. E në këtë mënyrë duke shkaktuar frikë tek të gjithë ne. Por urrëtia brenda meje rritej akoma më shumë. Ky ishte një kancer emocional që nuk shfaqej nga pamja ime e jashtme. Të tjerët shihnin një vajzë të edukuar që shkëlqente kudo dhe që ishte e shkolluar, për shkak se babai na kishte dërguar në shkollë modelesh, zëri, pianoja dhe kërcimi. Mësova të kërkoja përsosmërinë, edhe pse shtëpia jon ishte shumë larg kësaj. Po ta palosësh pisetën kështu, duket më bukur ideja. Oh, nën, ti më mahnit. A mund ta nxjerrësh sandalin prej argjendit, lutem? Babait ka ftuar mysafir për darkë. Nën, pse vazhdon të qëndrosh me të? Çfarë pyetje? Nuk mundem më. Ndonjëherë ai sillet si çmendur. Të gjithë thonë se duhet të ndahesh nga ai. Deana, dëgjoj, martesa nuk është një palë këpucë që ti i vesh për një farë kohë dhe pastaj hedh tutje. Kur martohesh, ti merr parasysh të gjitha. Martesa është një përkushtim afat gjatë, në të mirë dhe në të keq. Më shumë në të keq. Ti nuk di se çfarë po thua. Dashuria është më shumë se një ndjenjë. Është një vendim që do të qëndrosh me një person pavarësisht nga rrethanat. Unë do gjej një burr që nuk pi alkol, as duhan dhe që nuk blasfemon.
Më fale dashur, por ai burr ekziston vetëm në mendjen tënde. Unë isha një nxitse tifozësh në shkollën e mesme, dhe kur fillova vitin e fundit, dëgjova shoqet e mia që flisnin për një burr të pashëm që ishte trajneri i futbollit. Mendova se ishte i vjetër, por e ndryshova shumë shpejt mendimin tim pasi u takova me të. Klebe kishte punuar si trajner vetëm për 3 vjet dhe ishte trajneri më i pashëm që kisha parë ndonjëherë. Pasi ne filluam të dilnim bashk, e kuptova se ai ishte gjithashtu i sinqert dhe i respektueshëm, një burr me integritet. Jam i lumtur që vendose të vish për vrap me mua, Dea. Sigurisht që është pak herët. E po është koha më e mirë për të vrapuar. A e bërë tërheqjen? Po, Atëherë nisemi. pash që Jim kishte prerë flokët. Si arritet t'ja mbushësh mendjen? I thash se nuk mund të rrinte në skuadër nëse nuk i priste flokët. Në fund të fundit, duhet të kemi disiplinë. Më pëlqen kjo Klebe. As duhan, as alkool dhe as të shara. Ti je një shigjet e drejtë. Është e vetmja mënyrë, Dea. Fëmijët kanë nevojë për shembuj të mirë dhe rregulla. Sa shumë e çmoja që ndresën dhe për kushtimin e ti. E kisha gjetur heroin tim, burrin ideal, dhe rash thellë në dashuri me të. E ruajta veten për martesë, sepse përndryshe babai do të më kishte vrarë dhe Klebe e respektonte vendimin tim. Ne vazhduam të dilnim deri vonë në pranverë, kur Klebe u nda nga unë, sepse donte të shkonte në shkollë për të marrë masterin. Si rrjedhim i kësaj, unë dola me dikë tjetër, dhe një muaj më vonë, Klebe u kthye sërish tek unë. Këtu në këtë kështjell, Ed dhe unë shpenzuam verën se kujdestar përpara të shkonim në kolegj, dhe unë mendoja se ishte vendi ideal. Po, vendi ideal për mushkonje. A mund të ikim që këtu përpara se të më zër malaria? Nuk i je përgjigjur akoma pyetjes sime, Dea. Cilës pyetje? Wow, po më hajnë të gjallë, Klebe. Dea, a do të martohesh me mua? Ne u fejuam në korrik të vitit 1967 dhe unë e kisha planifikuar të gjithë jetën tonë. Ne të dy do të shkonim në Universitetin e Karolinës së Jugut, në Vjesht, ku Klebe kishte pranuar të punonte si trajner dhe unë do të filloja kolegjin. Atje ai kishte marrë tashmë një apartament me qira. Dea, u futa në marin. Po bën shaka apo jo? Jo, e kam seriozisht. Klebe, kjo është çmenduri. Kështu tha dhe trajneri, por unë e di, duhet ta bëj. Çdo burr duhet i shërbej vendit të tij, dhe unë kur nuk e kam bërë këtë. Po unë mendoja se ti më doje. Unë të dua. Ne mund të martohemi pasi unë të bëj detyrën time. Pse po e bën këtë? Sepse kam parë shumë protestues duke djegur flamurin amerikan, dhe kjo gjë më zemëron. Unë e dua vendin tim dhe idealin e tij. Nuk e besoj dot. Ndoshta është më mirë ta marrësh unazën që më ke dhënë. Isha kaq e papjekur. Ajo unaz merri dhe jepej në kohën kur ai ishte në trajnim. Së pari në ishullin Paris dhe më pas në Quantico, ku ai mori mandatin si toger i dytë në trupat e flotës amerikane gjatë premtes së mirë në vitin 1967. 2 ditë më vonë, të dielën e pashkve, në u martua me një ceremoni formale. 6 muaj më vonë, kur ai u largua për në Vietnam, gishti i tij shkroi: "Të dua", në xhamin e dritares së avionit. Unë studioja për infermieri në një kolegj afër shtëpisë dhe i dërgonim njëri tjetrit çdo ditë letra dhe kaseta audio, dhe kështu muajt kalonin. Që ti nuk më doje në rekon në shpirt, por unë ndjem si në shtëpinë time kur jam prapa vijës armike. Shumicën e kohës ne mbledhim informacione rreth lëvizjeve të trupave armike dhe për numrin e tyre. Oh, Klebe. Më pëlqen toga ime zemër, janë ndjem shumë të mirë. Njëri për tyre, Ralph Johnson, është një zezak nga Charleston. Edhe vëllai i tij është këtu me ne, duke shërbyer në ushtri. Johnson është bërë vërtet një mik i mirë. Ata vijnë nga një familje shumë e madhe. Dëgjoj, kam disa persona që janë larguar me leje për pak muaj dhe do të kthehen rreth kohës së përvjetorit ton. Pse nuk planifikojmë të takohemi në Hawaii? Është hartë e mirë, Dana. Ai tha se ishte në Quan Dak Valley në jug perëndim të Da Nang. Ja ku është? E shikon? Raportimet e lajmeve janë kaq të tmerrshme. Bëhem shumë merak për të.
Edhe u shqetësohem për ta nën. Megjithatë, ne do ta takojmë shumë shpejt. Vjen shumë mirë që më ftove të vija me ty në Hawaii. Ne do të marrim një dhomë tjetër për ty nën. Mezi pres ta shoh Dea, ai gjithmonë ka qenë një thesar. Një ditë përpara se të niseshim për në Hawaii, një oficer marine dhe një doktor erdhi në shtëpinë time me një telegram që thoshte se Klebe ishte plagosur rënë gjatë një sulmi. Mundësitë për jetën dukeshin të zbehta, por ai ishte gjallë dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Atë natë kur telefoni ra, kisha shumë frikë të përgjigjesha. Alo? Diana, jam babai. Një miku ynë sapo më mori në telefon nga Japonia. Klebe është shuar me helikopter aty. Ai është në gjendje shumë të rëndë, Diana, dhe ka humbur syrin e tij të majt nga një granat. Jo, baba, s'është e vërtet. Ai ka nevojë për mua, duhet të shkoj tek ai. Më mirë prit, Dea, ata do ta sjellin në Amerikë shumë shpejt. Por ai ka nevojë për mua. Ata thonë se është më mirë që të presim. Diana, plagët e tij janë shumë serioze. Miku im tha se ata mund të presin edhe këmbën e tij të majt. Çdo telegram dukej sikur sillte lajme akoma dhe më të trishtuara. U luta, i dashur Zot, të lutem lejoje atë të jetoj derisa ne të bashkohemi. Javë të tëra kaluan, ndërsa Klebe bënte operacione njëri pas tjetrit. Temperatura e tij ishte aq e lartë sa që mjekët nuk mund ta lejonin që ai të kthehej në Amerikë. Më në fund, aty nga fundi i Marsit, ai arriti në spitalin Bethesda Naval dhe unë bashkë me prindrit e tij shkuam së bashku për të takuar. Teksa dilnim nga ashensori, vumre se mjekët dhe infermierët po na prisnin. Duke i parë tek qëndronin gati për të na takuar, mendova se ai kishte vdekur. Zonja Mekleri, ai është gjallë, është mirë, por ne duhet ju përgatisim për tronditjen e parë. Na duhet ju kujtojmë se çfarë pamje ka tani bashkëshorti juaj përpara se të futeni në dhomë. Kini kujdes, reagimi juaj sot është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e tij. Prisni sa të shihni gruan time të bukur. Ky është burri im. I lutem, a mund të shkoj tek ai tani? Jeni e sigurt se jeni gati? Po, ju mund të flisni pak më shumë me prindrit e tij, sepse unë dua të jem e para që do të futet në dhomë. Shkova në majtë të gishtave në një dhomë me 2 pacientë dhe nuk e njoha Kleben. Ishte njësoj si kur një sopat t'i kishte hequr anën e majtë të fytyrës së tij. Syri i tij majt ishte mbuluar me një fasho. Veshët e tij ishin mbuluar me fasho të mëdha. Hunda dhe buzët e tij ishin të shkatërruara, të shpërthyera në copa. Koka e tij e qethur e mbushur plot me fasho. Kapaku i djathtë i syrit i djegur. Krahu i tij majt ishte prerë deri tek bryli. Krahu i tij djathtë në alçi, nga majt e gishtrinjve deri në shpatull. Këmba e majt me kockën e nxjerr jashtë dhe këmba e djathtë plot me shenje të zeza metali. U ktheva që të largohesha, sepse nuk mendova se ishte Klebe. Vetëm atëherë ai buzëqeshi dhe unë pash se shumica e dhëmbëve të tij ishin thyer. Hej, shpirt jam unë. Të lutem mos më lër. E di që nuk jam shumë i bukur për të parë, por shpirt, falenderoj Zotin që jam gjallë për të qenë me ty tani, në këtë moment. Nëse po kaloni një krizë ose probleme të papritura, ndajeni rëndesën tuaj. Lejoni që personat e tjerë të luten për ju. Bibla thot: "Hidh mbi Zotin barën tënde, dhe ai do të mbajë." Kështu pra miq, na shkruani kërkesat tuaja të lutjes për çfarë të lloj situate. Ne kemi një grup partnerësh që luten pasi kanë marrë kërkesat që vijnë tek ne dhe shpenzojnë kohë çdo ditë duke i paraqitur shqetësimet tuaja tek Perëndia. Nëse dëshironi të bëheni pjesë e kësaj shërbese, thjesht na shkruani në Radio 7, kutja postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radiovis7.net. Kjo është një mënyrë e thjeshtë por efektive për të kënaqur Zotin dhe për të ndihmuar shumë njerëz të tjerë. Besimi juaj do të forcohet teksa i përkushtoni kohë Zotit çdo ditë, duke i ditur se ai dëgjon dhe i përgjigjet çdo lutjeje.
Herën tjetër, kur dikush t'ju thot lutuni për mua, do ta dini saktësisht se si të përgjigjeni. E pash buzëqeshjen e shtrembruar të bashortit tim, duke treguar fragmente dhëmbësh dhe mendova, nëse ai mund të buzëqeshte pas gjithë asaj që ka kaluar, atëherë ai është I njëjti burri mrekullueshëm nga brenda. Vrapova drejt tij dhe thjesht e përqafova shumë butësisht, duke qenë shumë e kujdesshme. Unë kam jetuar për këtë ditë. Edhe unë shpirt. Ti nuk e ke idenë se sa e mirë më dukesh. Po, I gjymtuar kudo. Ti gjithmonë do t'jesh I bukur për mua, Klebe. Nuk dua të qaj, Dea. E di, marinarët nuk qajnë. Jo, sidomos kur nuk mund të shihin dot as lotët e tyre. Prindrit e tu janë duke pritur jashtë në korridor, dhe ne duhet jemi të fortë për ta. O, sa shumë të dua, shpirt. Edhe unë të dua, Klebe, dhe ne do të vrapojmë sërish së bashku. Ki pak durim dhe do ta shohësh. Ndërsa ditët kalonin dhe të afërmit e mi vinin për të më takuar, Dea qëndronte gjithmonë pranë meje, që në orën 5 të mëngjesit. Ajo më ushqente dhe më lante. Ndëronte fashot e mia dhe masazhonte dorën tim me të mpirë, duke më ndihmuar të rifitoja përdorimin e saj. Më kanë thënë se nuk do të jem kurrë në gjendje ta përdor përsëri krahun tim të djathtë, e megjithatë jam shumë mirënjohës, sepse ky krah më shpëtoi syrin e djathtë. I mori të gjitha copat e granadës në vend të syrit, kështu që të paktën mund të shoh ty e dashur. Edhe këmbët po të shërohen. Doktori u mundua të vendos një kapse për ndalimin e gjakut atë natë, dhe unë e dija se të më prisnin këmbën. Ndaj dhe e shtyva doktorin me këmbën tjetër. Bëj të gjitha ushtrimet që ne të ikim që këtu. Çfarë mund të bëj unë pa ty? Kishte raste kur vdekja ishte aq afër ato net, ndërsa qëndroja I shtrirë në spitalin japonez dhe doja vetëm të vdisja. Por ajo çfarë më mbajti gjallë ishte mendimi se një ditë do të isha me ty përsëri. Zoti të veçoj, Klebe. Kjo është e sigurt. Jam goditur nga 3 granada dhe nuk mund të lëvizja. Më pas një djalë më mori në shënjesër në kokë me një AK-47. Bob Lucas e qelloi I pari, por plumbi më goditi mua në krah dhe jo atë. Lucas dhe Hunter qëndruan përkrah meje dhe më morën në krah, ndërsa hipnin në kodër. Grupi pothuajse më lan atë kodër, por Hunter më tërhoqi dhe më shpëtoi. Ata janë herojnë, Klebe, ashtu si ti. Heroi I vërtet ishte Ralph Johnson. Ai u hodh mbi një granat për të shpëtuar jetët tona. Ai pagoi çmimin më të lartë. Po, ashtu ka qenë, më kujtohet. Ai më dërgoi kasete se sa shumë të vlerësonte. Më pëlqente vërtet ai njeri, Klebe. Edhe mua. Kam patur shumë kohë për të menduar, Dea. Bibla na mëson se gjithçka ndodh për të mirën atyre që e duan Zotin. Por unë e shikoj krahun dhe syrin tim dhe pyes veten, pse? Operacion pas operacioni, largova metalin nga koka, nga mishi I dhëmbëve, para krahu, këmbët dhe shputa. Daullja e veshit u strukturua, dhëmbët u transplantuan dhe u bën me klufe. Një fizioterapist punonte me mua për 3 ose 4 orë në ditë, e megjithatë, Dea ishte më e mira. Hajde shpirt, mundohu përsëri. Shtrëngoje pirunin me gishtat. Po, është kaq e vështirë. Vazhdo të mundohesh. Kur të fillosh të ushqehesh vetë, do t'jesh akoma më I pavarur. Tamam si një fëmijë. Kjo ishte, ja dole, Klebe. Nuk dua më. Më lejo të ta masazhoj dorën, ndërsa ti vazhdon të bësh ushtrime me këmbën. Më vjen keq që po të mundoj kaq shumë, shpirt. Dëgjoj, duhet të dalësh nga ky spital për një farë kohe. Edhe doktori tha se do të ishte gjëja më e mirë për ty. E ja të shkojmë në shtëpi. 4 muaj që nga koha kur isha plagosur, u largova nga spitali, I mbështjell me fashë si një mumje nga kokat e këmbët dhe duke çaluar mbi paterica. Dea, shumë e zgjuar, po përdorte dashurinë e ashpër në atë kohë. Ajo ul në makinë dhe më la duke qëndruar aty në shi duke thënë: "Nuk kam ndërmend t'i hap dyert gjithmonë për ty, derisa ti të vdesësh. Ti mund të hapësh vetë derën." Ne u kthyem në Karolinën e Jugut dhe qëndruam me familjen e Deas për disa ditë. Ka një fushat në stadium sonte. Do të vi një lojtar bejsbolli nga New York Yankee. Sa do të më pëlqente ta shihja? Edhe Miss Amerika do të jetë aty.
E të shkojmë bashkë. Nuk më vjet, Klebe. Flokët i kam shumë rëmuj dhe jam shumë e lodhur. Për mua dukesh shumë e bukur. Nuk dua të vi, jo. Deana, eja këtu. Do të them diçka. Po, nën. Nëse ai dëshiron të shkojë, edhe ti duhet shkosh bashkë me të. Po duke me dërmuar dhe shumë e shëmtuar. E kush të shikon tani se si dukesh? Mendo se sa kurajo ka të shkojë në publik dhe se sa të vështirë ka për të lëvizur. Do ta çoj unë atë fushat dhe nëse je grua me mend, do të vish edhe ti. Kështu që shkuam në stadium dhe unë nuk dëgjova as edhe një fjalë që u tha nga Miss Amerika apo atleti. Por më pas, një ungjilltar nga Michigan filloi të flasë për burrat dhe gratë të besimit në Bibël dhe si bota i quante të marrë sepse besonin në Perëndi. Miku im, mikja ime, tani ju keni një mundësi të takoni Zotin Jezus Krisht. Ka 3 përgjigje që ju mund të keni për të. Ju mund të thoni po, jo, ose ndoshta. Nëse ju i thoni po Jezus Krishtit, ju mund të largoheni nga ky vend, këtë mbrëmje, dhe të keni një aksident duke qenë të sigurt se do të jeni në prezencën e Zotit në përjetësi. Ju do të keni jetë përjetshme sepse i keni rrëfyer mëkatet tuaja. Dhe fjala e Perëndis thotë se ne të gjithë jemi mëkatar. Ju e keni pranuar Jezus Krishtin në jetën tuaj, kështu që nuk keni pse të keni më frikë nga vdekja. Ju mund të jeni të sigurt sepse në fjalën e tij thuhet: ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk shkon në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Ndërsa ai vazhdonte të predikonte, unë e konfirmova besimin tim se Jezusi ishte shpëtimtari i botës. Për atë natë kuptova se ai nuk ishte shpëtimtari im deri në atë moment. Pra, ku isha unë? Në kategorinë ndoshta? Kategoria ndoshta është një vend shumë i rrezikshëm. Ti je një rraj e zemre larg nga parajsa apo nga ferri. Dhe nëse ju asnjëherë nuk i keni thënë po Jezusit si shpëtimtarin tuaj personal, ajo ndoshta bëhet automatikisht jo. Ka 2 lloje njerëzish të marrë në botë. Të marrë për Krishtin dhe të marrë për të tjerët. Ai që është më i marrë nga këta është personi që dëgjon planin e Perëndis dhe e refuzon atë. Në cilën kategori bëni pjesë ju? Perëndia ju fton të vini tek ai dhe t'i kërkoni atij t'ju çlirojë nga mëkati juaj, që në këtë moment. Unë kur nuk isha pirë alkool dhe as duhan, sepse doja të isha një atlet i mirë dhe të lije një përshtypje të mirë tek njerëzit. Kisha shkuar në kish gjithë jetën time, sepse doja t'i bëja qefin prindërve. Dhe Ana dhe unë gjithmonë kishim studim biblik dhe meditim. Me sa duket, kishim dhënë një shfaqje për njëri tjetrin. Ndërsa unë grita për të shkuar përpara, dëgjova se Klebe po vinte pas meje. Dhe unë mendova se ai po vinte për të siguruar se nuk do të ndryshoja mendje. Secili prej nesh mendoi se tjetri ishte tashmë i shpëtuar. Faleminderit shpirt që po vjen me mua. Dhe Ana, po shkoj për veten time sonte. Unë kam nevojë për Zotin si shpëtimtar. Ti? Unë kur nuk e pas kam ditur, por në fakt nuk jam i shpëtuar. Unë e dija që po. Kjo është sepse as ti nuk je e shpëtuar. Kisha frikë të ngrihesha në fillim. Frikë se mos më shikonte njëri dhe ma bënte me gisht. Por në fakt, askush nuk e vuri re. Ata mendojnë se ne jemi të krishterë dhe se kemi ardhur këtu për të këshilluar të tjerët. Prit ta therras pak predikuesin. Më fal, zotri. Prit pak. Ti don të lutesh për shpëtim? Po, zotri, edhe gruaja ime. Po, Unë kam parë foton tuaj në gazet dhe mendova... Po, zotri, kam shkuar në kish gjithë jetën time, por tani e kam kuptuar se unë kur nuk e kam pranuar Jezusin si shpëtimtarin tim personal. Biblia thotë se të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndis. A e pranonin se jeni mëkatar? po zotri. Romakëve kapitulli 5, vargu 8 thotë: sepse ati e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. A e besoni se Krishti vdiq për mëkatet tuaja? Po, zotri. Dëgjoni tek Romakëve kapitulli 6, vargu 23. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis
është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret ndokush. Nëse ju dëshironi ta pranoni atë si Zot dhe shpëtimtar, rrëfejeni mëkatet tuaja dhe ftojeni atë të hyjë në zemrat dhe jetët tuaja tani. Klebe dhe unë u lutëm të dy dhe rilindëm atë natë. Jezusi tha: "Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin." Dhe ky ishte ndryshimi i parë që vura re tek vetja. E falenderoj Perëndin për Dean. Ajo qëndroi pranë meje gjatë viteve të rehabilitimit dhe 30 operacioneve, ndërsa 60% e grave i braktisin burrat e tyre në spital. Bibla thot për një grua të virtytshme: "Vlera e saj është më e madhe nga ajo e margaritarëve. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo. Ajo i bën të mira dhe jo të këqija gjithë ditët e jetës së saj. Ajo erdhi me mua për të takuar një mik nga shkolla e mesme, i cili kishte përfunduar në burg." Të kam sjell një kaset me dëshminë e Klebes, Harold. Ne po lutemi për ty që Perëndia të jap një shpresë dhe një të ardhme. Atë ditë kur gjyqtari mori vendimin, jeta ime mori fund. Megjithatë, faleminderit që erdhët për të më takuar. Dëgjoj Badi, nëse Perëndia mund të përdorë një marinar me një krah e me një sy si unë, ai mund të përdorë çdo. Ai ka një qëllim për jetën tënde, dhe ky qëllim është shumë i mirë. Klebe të ka dhënë një Bibël radhën e fundit që ai të takoi, dhe unë kam bërë një listë vargjesh të cilat shpresoj t'i lexosh. Faleminderit. Klebe të do, dhe unë të dua, Harold. Perëndia do të ndihmoj, jam e sigurt. Miku im dëgjoi kasetën dhe lexoi vargjet, dhe atë natë ai u lut për të pranuar Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Dhe ai është një prej mira personave të cilët kanë ardhur te Krishti nëpërmjet shërbesës në të cilën Perëndia na thirrri. Edhe baba im, një ditë i thash se e doja dhe se po e thoja me gjithë zemër, dhe Perëndia filloi të ndryshonte babain tim. Të dy, ai dhe nëna ime, e pranuan Krishtin nëpërmjet dëshmisë son, dhe tani ata i shërbejnë Perëndisë. Perëndia na dha dy vajza shumë të bukura, të cilat na dhuruan nipër dhe mbesa. Dea dhe unë u them në gjithë vendin duke ndarë lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Ashtu si apostulli Gjon tha: "Unë bëj punën e atij që më dërgoi, ndërsa është akoma ditë. Vjen nata kur asnjë nuk mund të punoj." Perëndia na ka dhënë jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën, dhe ai që nuk e ka birin, nuk e ka jetën. Miku im, mikja ime e dashur, ne shpresojmë që ju të keni jetën e përjetshme në Krishtin. E nëse e keni, dhe nuk keni pse dyshoni, mjafton të pyesni veten: a e kam ftuar atë ndonjëherë në zemrën time që të jetë Zoti dhe shpëtimtari im? Jezusi tha: "Atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Asnjë mëkat, asnjë faj apo turp nuk mund të bëhet pengesë për shpëtimin tënd. Mjafton të kërkosh. Nëse keni nevojë për ndihmë për të marrë këtë vendim jetë ndryshues, na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Sa po ndoqët pjesën e dytë të historisë së vërtetë të Klebit dhe Dana McClary. Të lirë nga pranga të shprodhuar nga Pacific Garden Mission dhe është sjellë në Shqip nga Radio 7 për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Sigurisht na pëlqen të dëgjojmë prej jush, kështu që mos harroni të na shkruani. A keni nevojë për një mik? Na shkruani në info@radioviz7.net ose në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë. Shumë miq ju presin.